Themelimi i lidhjes së Prizrenit do të jepet të zë mendimit politik të popullit. Lidhja po themelonte një kahet të re, atë të idesë së bashkimit në idenë e përfaqësimit e përpjekjeve të shqiptarëve, por që në fakt nuk u bë më shumë se ideja. Ajo po bashkonte rreth një projekti të vetëm politik kombëtar për të dallimeve fetare, krajnore e fisnore. Mirë po këtë më së miri sot e thanë anëtarët e lidhjes së re të Prizrenit, ku për mikrofonin ton foli fillimisht Muhamet Yusufi, i cili tha se tashmë lidhja e re duhet ta bëjë realitet atë amanet. Lidhja shqiptare e Prizrenit është një lidhje e cila i bashkoi mendimin shqiptar në kohën në krizën më të madhe të perandërisë osmane, kur ajo kishte probleme me perëndimin dhe me Rusinë, dhe normalisht humbja e luftës ruso-osmane bëri që raporti të ndryshon në teren në Ballkan dhe kuptohet Berlini solli disa vendime jo në favor të shqiptarëve dhe këtë e kishin hetu herët Hoxh Tasini, i cili në vitin 1877 ai nxori idenë e lidhjes së Prizrenit dhe ajo filloi të bëhet fakt në 1878 që ne sot e gëzojmë një shtet i cili edhe pse i vogël, ndonse shumë i vogël në krahasim me territoret që i kishim ne atëherë, por ata burrat të mëdhaj arritën me shpëtue një territor për 28.000 km2 për të vazhduar si lidhje vazhdimisht edhe lidhja e dytë e Prizrenit në 1945. Pastaj edhe ajo lidhja e tretë, por e cila solli ideja, fryma kombëtare, solli edhe shlirimin dhe pavarësinë e Kosovës, e cila u shtue për një territor mbi 10.000 m2. Kështu që lidhja, fryma e lidhjes së Prizrenit vazhdon. Dhe ne kemi menduar që duhet të dalim me një lidhje të Prizrenit, të cilën ne kemi emëruar lidhja e re e Prizrenit, duke i ikë lidhjes së parë, e dyta, e treta, se ato disa kanë mendime që është e dështuar, por në fakt nuk ka dështuar. Lidhja e Prizrenit nuk ka dështuar që në fillim, edhe ajo vazhdon, po ajo frym vazhdon me njerëz të ri, me probleme të reja. Prandaj ne nuk thirremi në të parët tanë, por sa ata kanë pas probleme tjera, ndërsa ne kemi probleme komplet ndryshme nga ata të parët, prandaj edhe kemi quajtur lidhja e re e Prizrenit. Kurse për rëndësinë e përbashkimit në një komb e jo të ndarjes si jetojmë tani shqiptarët, foli i Virtytë Sokoli nga Tirana. Lidhja nuk i ka kryer misionin e saj. Pra ishte lidhja e Prizrenit, ishte ajo që ishte, bëri veprimin e saj në 3-4 vitet e historisë së punës së saj, dhe puna e saj mbeti përgjysëm. Është një mision i lënë përgjysëm. I gjithë pushtimi slavo-komunistit trojve tona e ndërpreu situatën që profesori Eceko pak lidhjen e dytë Prizrenit të 1943 me Xhafer Devën dhe burrat e tjerë të cilët e themeluan atë. Gjithë situata ishte për ta shpëtuar në situatën e kufive të lirë që ishin në situatën e luftës së dytë botërore. Nuk u arrit ajo. Dihet që Shqipëria mbeti aty ku mbeti dhe pjesa e Kosovës mbeti në Jugosllavi. Çlirimi i Kosovës, pra, është i dha një zjarr të ri çështjes shqiptare. Zjarri i ri që i dha çështjes shqiptare ne nuk po na ngroh të gjithëve. Janë shumë shqiptarë në trevat e tjera që nuk po fitojnë të drejtat e tyre, nuk po asimilohen për sa i përket të drejtave, edhe Shqipërinë e shohin të tashmë jo me arsyeën e mallë të tyre, siç e shifshin dikur. Më të mallë shifshin në kohën kur ishte diktatura e mbyllur, se sa po shohim tashti. Vetë troja shqiptare, vetë politika shqiptare, vetë gjeopolitika e kërkon këtë lëvizje të re. Në frymën e asaj lëvizje që ishte dikur, që i realizoi për një kohë të shkurtër, i realizoi shumë objektiva të shqiptarëve. Mos harrojmë një gjë që në kohën e lidhjes të gjithë elementi i qeverisjes në trevat tona ishte në dorën e lidhjes Prizrenit. Pra kjo është edhe qëllimi i frymëmarrjes së kësaj lëvizje, që të japi
një plan mbar kombëtar lëvizjeve gjeopolitike çiftçepore. Nuk mundën shqiptarët e Maqedonisë të mendojnë ndryshe në politikën maqedonëse, nuk mundën shqiptarët e Kosovës të punojnë ndryshe ose të mendojnë ndryshe në politikën e Kosovës apo shqiptarët e Tiranës me një vizion tjetër. Për ta unifikuar këtë praktikë dhe për ta unifikuar këtë politikë bërje, ne duhet ta marrim këtë nisëm sa më parë. Kurse nga Shkodra për lidhjen e re dhe rolin që kishte lidhja shqiptare, foli Sadineza nga Shkodra për të folur edhe Sead Ramadani nga Kumanova. Respektim së pari të stërgjyshit Tim Ali Bernezaj dhe së dyti respekt të gjithë këtyne herojve figurave të lidhjes Prizrenit 1807, cilët kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh, pasi për mendimin tim është qeveria parë shqiptare krijuar ndonjëherë ka qenë pikërisht nga kjo lidhje. Dhe ne duhet të organizohemi sa më shumë për me shty përpara qëllimin dhe idenë e këtyne herojve, pra që kanë kenë bashkimi e trojeve shqiptare në një shtet, dhe ne nuk duhet të harrojmë se ky ka qenë qëllimi dhe ky duhet mbetet synimi ynë, pra me kriju sa më shumë njerëz që me shpërnda këtë ide për bashkim kombëtar dhe për një shtet shqiptar. Lidhje kjo e cila na bën të mendojmë për gjeografinë shqiptare në Ballkan, lidhje e cila na bën të mendojmë për diplomacinë shqiptare të asaj kohe që ishte për Ballkanin, për gjithë kombin shqiptar, na bën të përkujtojmë edhe atë urtësinë e bashkimit të tyre për të sensibilizuar, për të mobilizuar dhe për të organizuar bashkërisht. Na bën sot të mendojmë edhe për dokumentin e parë zyrtar që u drejtu instancave ndërkombëtare evropiane në Berlin për trojet shqiptare në Ballkan që duhet shpëtuar si rezultati i një vendimi të Komitetit të Shpëtim Kombëtar të Stambollit apo Komitetit të Stambollit. Kështu që sot më shumë përkujtojmë, mendojmë dhe stimulohemi për të stimuluar të tjerët se duhet mendojmë për gjeografinë shqiptare të lidhjes Prizrenit në Ballkan, duhet mendojmë për programin e lidhjes Prizrenit në Ballkan së vitit 1878 në Ballkan, edhe duhet të bëjmë thirrje të gjithë atyre që merren me politikë dhe me institucionet shqiptare në të gjitha shtetet e Ballkanit ku i përfshin shqiptarët, se duhet të fillojë mendimi apo rimendimi për filozofinë dhe diplomacinë e lidhjes shqiptare të Prizrenit të vitit 1878. Sepse vetëm atje kemi gjeografinë komplet shqiptare të bashkuar, edhe diplomacinë jashtëzakonisht të hollë, si themi na, të perfide për qenë pjesë e perëndimit, pjesë e Evropës, pjesë e programeve evropiane. Dhe kështu mendojmë se sot jo vetëm që vizitojmë shtëpinë e lidhjes Prizrenit, por edhe përkujtojmë dhe meditojmë dhe frymëzohemi për t'u dhënë frymë edhe të tjerëve se ne duhet të rifillojmë të mendojmë, të sensibilizohemi me atë program të lidhjes parë Prizrenit. Kjo lidhje e re tashmë po dihet si nevojë domosdoshme për të bashkuar kombin shqiptar.